Kënaqësia e qytetarëve shqiptar me shërbimet arsimore ka shënuar një rritje të lehtë gjatë vitit 2025 sipas të dhënave më të fundit nga Securimeter për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Në Shqipëri niveli i kënaqësisë është rritur nga 24% në vitin 2024 në 27.6% në vitin 2025, duke sinjalizuar një perceptim disi më pozitiv të publikut ndaj cilësisë dhe aksesueshmërisë së arsimit në vend. Edhe pse ky përmirësim tregon një tendencë pozitive, Shqipëria vijon të renditet poshtë mesatares rajonale, e cila në vitin 2025 qëndron në 35.9%. Në nivel rajonal, perceptimi për shërbimet arsimore ka mbetur kryesisht i qëndrueshëm krahasuar me vitin e kaluar. Shkalla e kënaqësisë në Ballkanin Perëndimor ka pësuar vetëm një rënje minimale, nga 36.1% në 35.9%, ndërsa pakënaqësia ka rënë nga 29.6% në 28.4%. Ky stabilitet tregon se përpjekjet për reformim të sektorit arsimor kanë dhënë rezultate të kufizuara dhe se ndryshimet perceptohen ende ngadalë nga qytetarët. Në këtë kontekst, Shqipëria renditet pas vendeve si Kosova, e cila kryeson rajonin me nivelin më të lartë të kënaqësisë prej 43.7%, si dhe pas Maqedonisë së Veriut, e cila ka shënuar rritjen më të ndjeshme gjatë vitit 2025. Megjithatë, rritja e regjistruar në Shqipëri e dallon vendin nga disa shtete të tjera të rajonit, si Bosnjë-Hercegovina, Mali Zi dhe Serbia, ku kënaqësia në arsim ka pësuar rënje. Të dhënat sugjerojnë se Shqipëria ndodhet në një fazë përmirësimi gradual të perceptimit publik ndaj arsimit, por progresi mbetet i brisht. Rritja e investimeve, përmirësimi i kushteve të punës për mësuesit dhe përshtatja e kurrikulave me nevojat e tregut të punës mbeten faktor kyç për rritjen e qëndrueshme të kënaqësisë në vitet në vijim.